jemi paralajmëruar disa ditë ose më tepër se disa ditë vazhdimisht ka rreziku i këtij pushteti i cili nuk njeh gjuhë tjetër përveç arrogancës. Sot përfundimisht është përpjekja më serioze, që ka të përfundimtare e këtij koalicioni për të instaluar një shtet policor në Kosovë. Veprimet e tyre shkojnë drejt një regjimi policor. Largimin nga salla dhe pastaj mbajtja e shtequjtës seancë ilegale që për neve më tepër është një takim me organet partijake. Urdhri për të ndaluar deputetët legjitim për të marrë pjesë në seancë dhe mos njoftimi i tyre. Urdhri i marrën nga policia për të ndaluar deputetët tregon më së miri. Kryetari i Kuvendit me një përpjekje të jashtëzakonshme duke i ftuar në atë farë mbledhje mediat dhe duke më dhënë sqarim pse si ka ftuar deputetët e zgjedhur nga populli, e ka vetëm një qëllim, legjitimimi i këtij shteti policor. Ne ftojmë qytetarët, analistë, njerëz të vullnetit mirë ta refuzojnë dhe të mos pranojnë instalimin e këtij shteti policor që do t'i kushtojë Kosovës dhe demokracisë saj.